është vështirë të thuhet sepse ka, domethënë tash ka kaluar situata në një situatë të dhunshme, domethënë nuk bëhet fjalë më vetëm për protesta normale, ka një goditje të rënë nga regjimi, ka diku mbi 2000 persona të vrarë. Dhe gjithashtu ka disa raste kur për shembull është vrarë një udhëheqës i policisë apo gardës revolucionare që ishte përgjegjës për vrasjen e shumë protestuesve. Pra janë kushtet që protestat të eskalojnë, ndoshta ketë një farë lloj lufte civile, sepse kushtet ekonomike janë të tilla që nuk pritet të ketë ndonjë përmirësim të shpejtë. Kemi një situatë ku regjimi ka përfituar dhe ka pas disa lëvizje ku në mënyrë të drejtë për drejtë ka përfituar regjimi për shembull nga devaluimi i valutës, kurse është goditur popullsia në përgjithësi, pa dallim prej pa dallime sociale. Kemi të bëjmë këtu me një situatë që ka ndikim si në zona urbane, rurale, gjitha shtresat e popullsisë dhe kjo e bën këtë situatë edhe më të rrezikshme. Pra është e mundshme që të shkohet në një përshkallëzim të situatës, të ketë më shumë dhunë dhe goditjet nëse ka sulme për shembull nga SBA-ja, atëherë do të ishin sulme kundër regjimit, kundër atyre pikave neuralgjike të regjimit, që ndoshta do t'i trimëronin edhe më shumë protestuesit dhe pastaj kjo mund të eskalojë edhe më shumë.